Të nderuar besimtar, javën e kaluar u ndalëm të flasim për moralin, edukatën dhe etikën e njeriut. Vlerën e moralit tek Zoti dhe tek i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Ku vetë Zoti jonë në Kur'an, në shumë ajete kuranore, na fliste për etikën dhe për normat normale njerëzore të kësaj dunjaje. E ku gjithashtu, Zoti i gjithësisë në Kur'an na e lavdroi pejgamberin alayhis salam si njeriu me moralin më të mirë. E ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur pyetej cili është njeriu më i mirë, drejtohej duke thënë ai i cili e ka moralin më të mirë në mesin tuaj. Lumë për atë njeri të cilit Zoti i gjithësisë i ka dhuruar moral, etik dhe sjellje të mirë. Lumë për të, për shpërblimet e shumta që e presin atë. Sot me lejen e Zotit, do të ndalemi të flasim për një temë shumë konkrete, e cila është temë që ka të bëjë drejt për drejt me besimin e njeriut. Një temë e cila ka të bëjë me një prej shkallëve, një prej degëve të besimit tonë. Profeti sallallahu alaihi wasallam, në një hadith të cilën e transmeton Ebu Hurajra, Allahu qoftë i kënaqur me të, na tregon se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: besimi është 60 e disa degë. Kur shkalla më e lartë e besimit është fjala La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, fjala e futjes në Islam, fjala e sinqeritetit dhe e besimit të drejtë. Ndërsa thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, shkalla më e ulët e besimit është ta largoj njeriu një pengesë që i pengon kalimtarët. E gjithashtu në fund të hadithit, profeti alayhis salatu wassalam në drejtohet dhe në thët, edhe turpi është pjesë e besimit të muslimanit, edhe turpi është pjesë e imanit të njeriut. Qa do thotë se një njeri i cili është musliman, duhet t'i bëj bashkë të dyja, besimin dhe turpin, besimin, imanin dhe turpin e tij. Dërsa një njeri i cili ka besim, por nuk ka turp, ky rrezikon besimin e tij. Sepse turpi është cilësi e muslimanit dhe është cilësi e besimtarit. Do të na mjaftojnë me lejen e Zotit disa ajete të shkurtra dhe disa hadithe, disa ngjarje të Muhamedit alayhis salatu wassalam për të kuptuar ti edhe unë si besimtar çfarë vlere ka turpi. Për të kuptuar ti edhe unë si musliman, çfarë pozite ka turpi tek Zoti i gjithësisë. Allahu subhanahu wa taala në fund të ajetit kuranor të surës 3 ajeti 15 na drejtohet dhe na thot: Wallahu basirun bil ibad. Allahu i lartësuar është ai i cili i shikon robërit e tij. E do të mjaftoj ty o musliman ky ajet kuranor për të kuptuar se Zoti të shikon dhe për t'u pajis me turp, për qeni turpshëm para Zotit tënd, duke e ditë se Allahu i lartësuar sheh çdo gjë, duke e ditë se Zoti i gjithësisë po të vështron ty në çdo moment, ti bëhesh i turpshëm para Zotit tënd. Bëhesh i turpshëm duke i kryer adhurimet e Zotit dhe bëhesh i turpshëm duke u ndaluar nga ndalesat që i ka vendos Allahu subhanahu wa ta'ala. E gjithashtu Allahu i lartësuar në një ajet tjetër kuranor thot: Wallahu samiun alim. Allahu i lartësuar është ai i cili dëgjon çdo gjë. E kur ti edhe unë e kupton këtë ajet kuranor se Allahu është duke të dëgjuar, atëherë kujdesesh për fjalën tënde dhe turpërohesh që ta thuash atë e cila e hidhron Zotit, dhe turpërohesh ta flatësh atë fjalë e cila nuk e kënaq Zotin e gjithësisë. Allahu dëgjon çdo gjë.
Allahu dëgjon atë që thuhet publikisht, por i dëgjon dhe bisedat në fshehtësi. Allahu e din dhe dëgjon dhe shikon çdo gjë me imtësi. Asgjë nuk kalon përtej shikimit dhe dëgjimit të Zotit Gjithësisë. Mundohu sa të duash. Fshihu në dhomën tënde, në krevatin tënd, në mbulesën tënde, Allahu të shef, Allahu të dëgjon. Prandaj, nëse ti edhe unë dëgjon ajete kuranore se Allahu të shikon dhe të dëgjon, duhet të turprohesh. Duhet të turprohesh para krijuesit tënd, para atij madhështorit, i cili ka në dorë çdo gjë, i cili mjafton të thotë për diçka bëhu dhe menjëherë bë. Lumë për çdo njeri të cilin e ka pajis Zoti me turp. Ky njeri është i ruajtur në këtë dunja dhe do të jetë shumë i shpërblyer në botën tjetër. Si ka mundësi njeriu nuk turprohet para Zotit të tij, ndërkohë që Allahu i lartësuar dëgjon dhe shikon çdo gjë. Jetojmë në kohë të vështira, ku turpi pothuajse ka mbetur thjesht një fjalë e vendosur dhe e fshehur thellë në fjalorin tonë. Ku nëse do të dëgjosh për të riun, do të mahnitesh në thojza për civilizimin e tij. Do të mahnitesh në thojza për paturpsinë e tij. E shikon sot rinin, ku të merr malli me e pa një të ri të moralshëm, ku të merr malli me e pa një njeri i cili ka turp dhe ka etik dhe ka moral dhe ka sinqeritet, ku të merr malli me e pa një të ri i cili të mos flasi fjalë të fllishta, ku në çdo të dytën fjalë, e treta është fjalë e paturpshme, e treta është fjalë, po thuaj se ky njeri nuk jeton në tokë të Zotit, dhe po thuaj se mos vallë, Zoti nuk e shikon këtë njeri, dhe a thua se vallë Zoti nuk e dëgjon këtë njeri, dhe a thua se vallë me lajket që ndodhen në të majtën e tij dhe shkruajnë të këqijat, a thua se me lajket do të harrojnë me shkruajt, që nuk harrojnë asnjëherë. Jetojmë në një kohë ku i riu nuk pyet a është babaj apo nëna, a është vllai apo motra, por din vetëm se të flasi fjalë të turpshme dhe të fllihura. Ku mbeti turp? Jetojmë në një kohë ku të vjetrit i kanë harru të rit e tyre, i kanë harru niprit dhe mbesat, dhe nuk i mëshirojnë ata me mëshirën e mësimit të fjalës së Allahut të lartësuar, me mëshirën e mësimit të namazit, me mëshirën e mësimit të fjalës Zotit. Po ju që jeni më të vjetër e dini që s'ka pas natë që keni shku me fjetë, vetëm se prindrit tuaj ju a kanë lexuar ato pak sure para se me flet gjumë. Dhe sot ju i mbani mend ato sure. Ndërsa sot prindrit nuk e din kur fëmia flen dhe nuk e din kur zgjohet. Nuk e din kur shkon fëmia dhe nuk e din se ku kthehet. Ka humb turpi. Ka humb turpi para Zotit Gjithësisë. Ka humb turpi para krijesave të Zotit Gjithësisë. Jetojmë në një kohë ku paturpsia i ka kaluar të gjitha kufit. Ku mirë i riu, por edhe i vjetri, me paturpsinë e tij, flet fjalë të fllishta, kryen sjellje të fllishta që me të ardhmë në veri prej tij, që në vend me përfitu i riu nga i vjetri, ai bëhet më pis dhe më i ulët se sa i riu. Çfarë po ndodh me ne? Nga jemi duke shku, o ju njerëz, o ju musliman, kijani frikën Allahut të lartësuar dhe turpërohuni prej Zotit të Gjithësisë, se Allahu mbikëqyr çdo gjë, dhe se Allahu ka shënuar çdo gjë, dhe se unë edhe ti do të japim llogari para Zotit të Gjithësisë për çfarë do lloj fjale dhe për çfarë do lloj vepre. O ju musliman, le ta pajisim veten tonë me turp. Një cilësi e mirë
që sa herë gjendet kjo cilësi tek një njeri, vetëm se ai njeri bëhet i mirë dhe i dashur tek njerëzit. Dhe kujdes nga paturpësia, se kudo që gjendet paturpësia, vetëm se ai vend, ai pozicion dhe ai njeri do të bëhet i padashur për njerëzit. Turpin do ta ndajmë në dy pjesë. Turpin ndaj Zotit gjithësisë, ndaj krijuesit subhanahu wa taala, dhe turpi ndaj krijesave të Zotit. Profeti sallallahu alaihi wasallam një rast i drejtohet shokëve të tij, që ishin krijesat më të mira pas profetit sallallahu alaihi wasallam, duke i thënë pejgamberi i Zotit, ju këshilloj që të keni turp ndaj Zotit tuaj. Kush? Sahabët, më të mirë. I thonë sahabët, o i dërguari i Zotit, ne kemi turp, ne jemi të paturpshëm ndaj Zotit. E pejgamberi alayhis salam dëshiroi që t'i jepte një mësim tjetër akoma më të avancuar, duke i treguar çfarë është turpi ndaj Zotit. Çfarë është turpi ndaj Zotit gjithësisë? I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, turpi ndaj Zotit të gjithësisë, pra ashtu si Zoti e meriton, është që njeriu ta ruaj kokën e tij dhe çdo gjë që gjendet në të. Ti ruaj pikë pari mendimet e tij. Mos ketë mendim të keq për Zotin e gjithësisë. Ti ruaj mendimet e tij dhe mos ketë mendim të keq për Zotin e gjithësisë. Ta ruaj shikimin e tij, ta ruaj dëgjimin e tij dhe ta ruaj shkatruese në çdo gjë që është gjuha e tij. Ruaje kokën dhe çdo gjë që gjendet në të. Pastaj pejgamberi alayhis salam thotë, ruaje barkun dhe çdo gjë që gjendet brenda saj. Kujdes o ti musliman, me çfarë po ushqehesh. Apo e fiton halal apo haram. Kujdes me çfarë po e ushqen familjen tënde, apo e ushqen halal apo haram, sepse nuk do të lëviz këmba e njeriu pa u pyetur për pasurinë e tij. Ku e fitoi, si e fitoi, ku e shpenzoi dhe si u kujdes në shpenzimin e saj. Pastaj thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, prej turpit ndaj Zotit është që njeriu ta kujtoj vdekjen. Përkujtoj që një ditë do të vdesi dhe të kujdeset për veprat e tij. Pastaj thot, njeriu besimtar që e ka turp Zotin është ai i cili kërkon botën tjetër dhe i braktis bukuritë dhe stolitë e kësaj dunjaje. Është ai që i bën të gjitha këto pa pasur me të vërtet turp ndaj dikujt vetëm se ndaj Zotit gjithësisë, duke u turpëruar njeriu ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Ai njeri i cili i turpërohet Zotit është ai i cili i largohet ndalesave të Zotit. Dikush më thotë, unë e kam turp Zotit, mirë po vazhdon dhe këmbgul në gjunahet e tij, vazhdon dhe ngul këmbë thellësisht në ndalesat e Zotit gjithësisë. Si po e ke turp Zotin dhe po vazhdon në gjunahe? Turpi ndaj Zotit është zbatimi i urdhëresave të Zotit. Po thua e kam turp Zotin dhe po të thërret ezani 5 herë në ditë dhe s'po i përgjigjesh. Po thua e kam turp Zotin dhe nuk kujdesesh për urdhëresat e Zotit të gjithësisë. Turpi më i mirë ndaj Zotit, a e dini cili është? Turpi më i mirë ndaj Zotit është kur njeriu është në vetmi, në publik, në xhami, gjithsecili prej nesh mundet me u sjell burr i mirë, se e shohin të tjerë. Ama turpi i vërtet ndaj Zotit gjithësisë është kur ti je në vetmin tënde, e cila është quajtur shkalla më e lartë e besimit. Cila është ajo? Ihsani. Me adhuru Zotin, me u kujdes, me pas turp ndaj Zotit, si kur ti po e shef Zotin, edhe pse se shikon dot, është ai i cili të shikon ty. Kjo është shkalla më e lartë e turpit, që ti turpërohesh Zotit tënd sa herë që je në vetmi. Dhe e dyta
është turpi kundrejt krijesave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Kemi turp ndaj njëri tjetrit. Le të shoh njeriu si po sillet me familjen e tij. Si po sillet me të afërmit e tij, apo flet drejt, apo kujdeset, apo sillet me moral. A është ai i cili kur e shohin familjar, kur e shohin të afërmit, thonë elhamdulillah, po vjen filani, ky është i mirë, është i drejtë, është i sinqert, din çka më fol, nuk flet kodra mas bregu, nuk flet lart e poshtë fjalë të cilat thu më mirë mos i kisha në gjuhë. Turpi kundrejt njëri tjetrit. Fjala e mirë, fjala e pastër, fjala e duhur në vendin e duhur. Profeti sallallahu alaihi wasallam na ka thënë në një fjalë të tij: nëse njeriu nuk ka turp, atëherë le të bëjë çfarë të dojë. Nëse s'ke turp, bëj çfarë dush më. S'kemi çfarë me thonë ty që s'ke turp. Ty që të ka plas cipa dhe s'ke turp para vetes tënde, para Zotit tënd, para prindërve tuaj, para familjes, para njerëzve, para krijesave të Zotit, tashmë ty ti kemi hap gjitha rrugët. Se ti s'ke turp, edhe nëse njeriu nuk ka turp, atëherë s'ke se çfarë me u marrë me këtë njeri. Një prej shokëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na tregon dhe na thot: Allahu i lartësuar kur vendos që ta shkatroj një njeri, pikë parë i thot e zhvesh atë nga turpi. Ikën turpi. Dhe ky njeri thot, bëhet i urryer në mesin e njerëzve, por bëhet edhe urryes i të tjerëve. Po s'ka turp ky. Ti si vjen turp nga asnjë lloj gjë. Pastaj thot, pasi bëhet i urryer dhe urryes, ai zhvishet nga besa dhe kthehet në një njeri tradhtar, i cili tradhton. Nëse njeriu s'ka turp, e humbet besën e tij. Nuk e mban amanetin e tij. Pastaj thot, nëse i hiqet besa, ky njeri kthehet në një njeri tradhtar dhe ndrohet në njeri të atill. Ai zhvishet nga mëshira dhe bëhet i ashpër dhe i vrazhët. Një njeri që s'ka turp është i ashpër dhe i vrazhët. Pastaj thot, pasi bëhet i ashpër dhe i vrazhët, ai zhvishet edhe nga besimi, subhanallahu. Mundet që njeriu shkallë mas shkallë, si shkak dhe sebeb i mungesës së turpit, t'i largohet edhe besimi i tij. Dhe ky është një rrezik shumë i madh për të cilin e lutim Zotin e gjithësisë që mos na bëj prej atyre të cilët i hiqet rroba e turpit. Një prej fjalëve të urta thot: ai që si rrobë të tij ka turpin, atij thot njerëzit nuk ja shikojnë mangësit. Nëse je i turpshëm, ta mundson Zoti që mos me t'i pa njerëzit mangësitë e tua. Dhe mangësitë tona me të vërtetë që janë të shumta, dhe e mbyllim me lejen e Zotit, edhe pse mund flasim shumë për këtë temë. Ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me të, thot: besimi është i zhveshur, bukuria e tij është devotshmëria, ndërsa rroba e tij thot është turp. Pra, besimi, rroba e besimit është turpi i njeriu. E lutim Zotin ton na bëj turpshëm para tij dhe para krijesave të tij. E lutim Zotin ton që shoqërinë ton ta pajisim me këtë cilësi dhe me këtë virtyt të madh. E lutim Zotin ton na fali dhe të mëshirojë gjithëve. Allahu i lartësuar na falë ne prindërit tan, të afërmit tan, gjithë besimtarët dhe besimtarët kudo që janë. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.